Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Po ju thinjen flokët, lyeni flokët me këtë përbërës natyral dhe rezultati do ju befasoj. Shumica e bojrave të flokëve janë me të vërtetë të dëmshme për organizmin. Ka pasur prova se përdorimi i rregullt i bojrave të flokëve mund të shkaktojë një numër të komplikimeve shëndetësore duke përfshirë edhe rritje të rrezikut të sëmundjeve të këqija. Kjo ndodh pasi bojrat e flokëve janë të pasura me kimikate, shumica e të cilave janë të dëmshme, por ka disa alternativa shumë të mira natyrore për të arritur ngjyra të shëndritshme pa dëmtuar flokët. Kjo recetë shërben gjithashtu edhe për të ushqyer flokët ndërsa i çel ata në mënyrë të natyrshme. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 3 lugë çaj ujë të ngrohtë, 1 bustinë çaj kamomili dhe 1 lugë gjelle mjaltë organik, 1 gjysmë limoni shtrydhur. Pasi të zhytni bustinën e çajit në ujë të ngrohtë, lëreni atë për disa sekonda dhe përzieni mirë në ujin e ngjyrosur. Me ndihmën e një furçe aplikojeni atë mbi pjesët e flokëve që ju doni të zbardhni. Pas 20 minutash mund të lani flokët si zakonisht. Këtë proces mund ta përsërisni sa herë që lani flokët pasi nuk është i dëmshëm. Nëse ndonjë nga përbërësit ju bën reaksion, konsultoni me mjekun. Gjithashtu, këtu ne do t'ju tregojmë se si të lyeni flokët në shtëpi me përbërës natyral. Mënyra më e mirë për të nisur një sezon të ri përveç përzgjedhjes së rrobave dhe make-upeve të ndryshme është duke i dhënë një prekje edhe lukut tuaj. Sigurisht që ndryshimi duhet të nisë nga flokët, më konkretisht nga ngjyra e tyre. Në qoftë se jeni të lodhura duke shkuar çdo javë tek parukerja për mbi të gjitha, duke aplikuar në kokën tuaj kimikate aktive si amoniaku dhe jo vetëm, ne ju propozojmë lyerjen e flokëve në shtëpi me përbërës natyral. Këta, përveç se do të ngjyrosni natyralisht flokun tuaj, e forcojnë duke ushqyer me vitamina dhe minerale dhe fibra që sigurojnë hidratimin e vazhdueshëm të skalpit. Këtu ju do të gjeni 3 receta për secilën ngjyrë, të cilat nuk duhet të mungojnë. Lyeni flokët me sherebele dhe rozmarin për flokët brun. Në një enë me ujë thuajse 200 ml që ka valuar më parë, shtoni 4 lugë gjelle me sherebel të tharë dhe 4 lugë gjelle me rozmarin të njom. Lëreni të zjej për 5 minuta të tjera me zjarr të lartë dhe më pas të lëreni masën të pushoj për 1 orë. Pasi ta keni filtruar, do të vini re që masa është trashur dhe duhet ta shtoni në një shishe në formë spray. Nëse doni që ngjyra të jetë më e fortë, mund t'i shtoni çaj të zi. Spruconi bojën natyrale në të gjithë gjatësinë e flokut tuaj dhe lëreni atë që të thahet. Në fund, lani kokën me ujë të vakët. Për flokët më të errët, për flokët e zinj ose me nuanca të errta, këshillohet të përgatisni një masë me mbetje kafeje dhe zbutës flokësh. Mbetjet e kafes janë ndër ushqyesit më të mirë për flokët e errët, të cilët variojnë nga e zeza në nuancat e kafes së errët. Në një enë shtoni 10 lugë çaj me mbetje kafeje dhe 3 lugë gjelle me zbutës flokësh. Bëni 2 deri në 3 kafe të forta dhe futini në frigorifer tek pjesa e ngrirjes. Bashkojini më pas me zbutësin e flokëve dhe përzjeni derisa kjo përzierje të jetë e lëngshme. Lyeni flokët me të. Theksojmë që flokët duhet të jenë gjithashtu të thata dhe lëreni që të veprojë për 1 orë. Në fund, lajni flokët si zakonisht. Për flokët bjond, lyeni flokët me kamomil edhe me mjalt. Flokët bjond janë shumë të bukur për t'u parë, por jo edhe aq për t'u mirëmbajtur. Lyerja e tyre është gjithmonë jo e lehtë dhe për këtë arsye ne do t'ju njohim me një recetë mjaft interesante. Në një enë ju duhet që të shtoni 4 lugë gjelle me lule kamomili dhe lëreni ato që të zjejnë për të paktën gjysmë ore. Më pas, pasi masa të jetë ftohur, kullojeni dhe shtoni
3 lugë gjelle mjaltë dhe 1 filxhan çaj me lëng limoni. Kryeni flokët dhe me ndihmën e një forçe lyeni flokët. Mbështilleni kokën me një qese ose peshqir dhe mbajeni ashtu për të paktën 1 orë e gjysmë. Lani në fund flokët tuaj me ujë të vakët. Sa herë që lyeni flokët, gjëja e parë që u shkon ndërmend përveç se të arrini rezultatin e dëshiruar është që boja juaj të zjasë sa më shumë në mënyrë që të mos duken thinjat. Por ato janë aty dhe doni apo nuk doni, ju duhet të bashkëjetoni me to. Larja e shpeshtë e flokëve, fytyrës dhe njëkohësisht mos përdorimi i locioneve që mbrojnë flokët nga nxehtësia bëjnë që rrënjët e flokëve të zbardhen më shpejt nga çfarë mendoni. Sigurisht që nuk mund t'i lyeni çdo javë, prandaj ne ju këshillojmë se si të veproni. Maska me sherebel. Përbërësit janë 150 gram sherebel, 2 bustina çaji i zi dhe 500 ml ujë të zakonshëm. Fillimisht, vini të ziej ujë. Pasi të ketë marrë valën e parë, shtoni bustinat e çajit të zi dhe sherebelën. Gjithashtu, lëreni të ziejnë së bashku në zjarr të ulët për 15 minuta, duke i përzier her pas here. Më pas, filtroni lëngun e përftuar dhe përdoreni për të larë flokët me të. Nëse e përsërisni këtë maskë 3 herë në javë, do të vini re që thinjat nuk do të zbardhen aq shpejt dhe boja do të qëndrojë më gjatë. Maska me rozmarin. Rozmarina është pjesë përbërëse e shumë bojrave pasi stimulon rritjen e flokëve, rregullon vlerat e pH-it natyral të skalpit të kokës dhe parandalon shfaqjen e thinjave. Kësaj here ne ju propozojmë që ta përdorni për të frenuar shfaqjen e thinjave dhe për të hidratuar flokët tuaj. Përbërësit janë 200 gram rozmarinë e grimcuar, 5 pika vaj ulliri dhe 1 litër ujë. Zjeni ujin së bashku me rozmarinën për plot 15 minuta dhe shtoni disa pika vaj ulliri në të. Pasi përzierja të ketë vluar, ju do të vini re që gradualisht ajo do të lidhet duke formuar kështu një masë më të trashë. Pasi të ftohet, kullojeni dhe me ndihmën e një shishe në trajt spray, hidheni mbi flokët tuaj dhe masazhojeni ato. Përdoreni këtë maskë të paktën 2 herë në ditë dhe ju do të vëreni se rezultatet do të jenë vërtet befasuese. Kujdes, kjo maskë nuk ka nevojë për shpëlarje. Maska me gjethe arre. Ndoshta nuk e dini, por gjethet e arrës përdoren në industrinë kozmetike prej shumë vitesh për prodhimin e bojrave. Ato përmbajnë juglone, një ngjyrues natyral që forcon rrënjët e flokëve dhe gjithashtu fsheh thinjat. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 1 litër ujë dhe 20 gjethe arre. Vendosni ujë të ziejë dhe pasi të vini re burzat e para të vlimit, ju duhet që të shtoni aty gjethet e njoma. Sipas ekspertëve, kjo masë duhet të qëndrojë në zjarr për 2 orë derisa uji të shtërojë dhe gjethet të duken të tkurrura. Më pas, filtrojeni dhe me anë të një furçe lyeni rrënjët tuaja dhe pasi të jetë tharë shpëlajini flokët me ujë të vakët. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!